Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Prishtina do të kthehet sërish në qendër të poezisë bashkohore me nisjen e edicionit të 4 të Festivalit Poetik të Prishtinës, i cili mbahet nga data 21 deri më 25 janar. I organizuar nga portali kulturor Observer Kult dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, festivali synon të krijojë një hapësirë të hapur, dialogu mes poetëve, krijuesve dhe publikut. Përmes një programi të pasur 5 ditor, ngjarja forcon rolin e poezisë në jetën kulturore dhe në hapësirën publike. Për të marrë hollësi rreth festivalit poetik, do të bashkëbisedojmë me Donika Dabishevsin, drejtoresh e festivalit. Përshëndetje, Donika, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje, Arbresha, faleminderit shumë për këtë. Donika, çfarë dallon edicionin e 4 të festivalit të poetik të Prishtinës nga edicionet e mëparshme? A ka festivali në fokus të veçantë tematik këtë vit? Po, Arbresha, secili prej edicioneve ka pas në epicentër një temë të caktuar. Vitin e kaluar kemi filluar me letërsinë shqipe në Maqedoni, ndërsa si vjet tema qendrore e festivalit do të jetë letërsia shqipe në Maltëzi. Kështu ne kemi organizuar, parashojmë që ta nisim festivalin me një homazh për profesorin Basri Qapriqi, ku do të shfaqim një video dokumentar të shkurtër për jetën dhe për krijimtarinë e tij, për të vazhduar pasaj me leximet, poezive dhe me kujtime të miqve për profesorin. Do të vazhdojmë tutje me kumtesë shkencore rreth letërsisë kësaj treve të Malit të Zi, duke e konsideruar gjithmonë si pjesë të pashmangshme dhe integrale të letërsisë shqipe, dhe do të vazhdojmë me lexime poetike të 10 poetëve zgjedhur të asaj treve. Do të thotë kryesisht ja keni kushtuar shkrimtarëve, poetëve të shqiptar në Malit të Zi. Tani, programi përfshin forma alternative, sa pash nga ajo që arrita të lexoj nëpër agjenci, forma alternative të prezantimit kulturor. Sa ka ndikuar kjo qasje tani në rritjen e interesimit të publikut, sepse është ndoshta gjëja më e rëndësishme që të ketë një komunikim, të ketë një promovim të poezisë? Po, është shumë e rëndësishme leximi dhe komunikimi para publikut dhe në interaktivitet me të. Është interesante që gjithmonë kemi pas publik zgjedhur dhe publik të interesuar që dëgjojnë leximet dhe kumtesat e festivalit, dhe ajo më e bukur është që gjithmonë janë interaktiv, marrin pjesë diskutime, marrin pjesë debate me studiuesit dhe me poetët, cilët janë të pranishëm, dhe kështu zhvillohet një atmosferë debate dhe një atmosferë më e gjallë kulturore brenda ditëve të festivalit. Kjo ndodh secilën prej ditëve, për shkak se çdo ditë kemi tematika të ndryshme dhe ngjarje të ndryshme brenda festivalit. Vazhdojmë me promovime librash, vazhdojmë edhe me debate tematike, për shembull kësaj radhe kemi letërsinë raport me inteligjencën artificiale, ku kemi të ftuar 3 studiues, pastaj vazhdojmë edhe me disa promovime të librave, ku zakonisht zgjedhim libra të cilët janë botuar këtë vit, dhe publiku natyrisht që është interesuar për to, po dhe kjo pjesa e takimeve poetike zgjon një interesim të veçantë, për shkak se kryesisht poetët vinë me krijimet e tyre më të reja dhe më të përzgjedhura, dhe ngjallin interesimin e lexuesve. Po, çka përfshin ajo, se më bëri përshtypje, ajo tema letërsia përballë inteligjencës artificiale, çka përfshin konkretisht? Çfarë do diskutohet? A do diskutohet për shembull originaliteti i poetëve? A do diskutohet sepse po shohim që po ka tendenca të shkruhet ma bukur se që është shkruar përpara? Ka tendenca që ndoshta ti hedh idenë dikund, por po përdoret shumë inteligjenca artificiale. Në çka do të fokusohet kjo letërsia përballë inteligjencës artificiale? Kryesisht do të fokusohet tek roli i autorit në letërsi. Do të thotë, a kemi tashmë autorin tradicional çfarë kemi pasur gjithmonë dhe çfarë jemi mësuar ta shohim edhe ta njohim përmes librash, qysh prej para 3-4.000 vjetësh prej shkrimit të parë, prej veprave të para, apo po kalojmë tek autori vetëm si orientues i tekstit, si pyetje bërës raport me inteligjencën artificiale, dhe gjithmonë si një dorë e padukshme, si një autor nën hije, po fillon edhe të shprehet shumë a tepër
inteligjencë artificiale përmes programeve të ndryshme, duke e uniformizu letërsinë dhe format e tjera të shprehunit, dhe duke ja humbat emocionalitetin, atë gjallërin, atë emocionin brenda shkrimit dhe duke bërë pothuajse të njëjtë për një autorin tjetrin. Kjo e vrejmë nga dita në ditë që po përhapet shumë, që po zbehen ato dallueshmëritë dhe veçantitë e autorit prej autorit për shkak se është shpeshtu ajo nevoja për tek e fundit një lloj redaktimi prej inteligjencës artificiale dhe tekstet janë ba ma të thata dhe ma të ngurta. Do të flasim për të ardhmen e artit, për të ardhmen e letërsisë në një epokë që po fillon dominohet prej inteligjencës artificiale. Dhe ndoshta dhe të fillojmë edhe ne të mësohemi të bashkëtojmë me inteligjencën artificiale që kemi mundësi të arrisim lezetshmërinë, por të arrisim edhe krijimtarinë origjinale, ashtu siç the edhe ti. Sa është i rëndësishëm ky festival për të promovuar poezinë në Kosovë? Tani në këtë rast po flasim për poezinë shqipe të Malit të Zi. Po festivali zakonisht përqendrohet vetëm te letërsia shqipe. Do të thotë ne prej fillimit, prej edicionit parë, zakonisht ftuar kemi poet dhe shkrimtar, studiues dhe performator të letërsisë shqipe, pavarësisht trevave se ku banojnë. Jemi orientu në promovimin dhe sjelljen para publiku dhe para lexuesve të letërsisë sonë për shkak se mendojmë që duhet t'i dhojmë shtysa të përhershme dhe të çdoditshme autorëve tonë, veprave tona dhe letërsisë tonë. A mendon Donika se poezia po fiton më shumë hapësirë në diskursin publik përmes këtyre ngjarjeve, përmes festivalit, në këtë rast festivalit të poetik të Prishtinës? Është edhe ma e lehtë komunikimi përmes poezisë për shkak të formës më të prekshme dhe më emocionale në raport me publikun. Pastaj është edhe ajo ana praktike, për shkak se poezia është më e shkurtë, është më e drejtë për drejtë se sa leximi 2-3 faqeve në prozë. Kemi edhe festivalet prozës, për shembull dua ta përmend Fiction Fest. Mirë po, ne jemi përqendruar te poezia dhe mendojmë që duhet ta shtyjmë tutje, për shkak se është formë që komunikon shumë ma lehtë me lexuesin dhe me publikun. Donika, si vlerëson interesimin e publikut krahasuar me vitet e kaluara? Çdo vit, domethënë ju keni ky është edicioni 4 i këtij festivali, e mua më intereson apo ndryshon interesimi i publikut për të ndjekur festivalet poetike? Po, tashmë festivali është etablu, do të thotë e ka kriju një farë formatit vetë, është zgjeru. Na kemi fillu me një ditë dhe jemi zgjeru në 3 dhe në 5 ditë në 2 edicionit e fundit dhe kemi bashkëpunimet shumëta dhe interesim të shumë si prej autorve, ashtu edhe prej lexuesve të cilët na pyetin parishtur se kur do të mbahet ose janë të interesuar veçanërisht për programin, për pikat caktuar të programit, për problematika kulturore të cilave ju interesojnë. Dhe kemi gjithmonë, do të thotë, përgjatë 5 ditëve, ku janë përfshira rreth 10-12 evente, gjithmonë kemi publik të interesuar për me ardhë me dëgju ata që flasin sallë. Këtë që nga mjaft interesant, a keni sfida? Cilat janë ato sfida kryesore për të organizuar një festival të poezisë në këtë rast, me që cekëm që do të jetë fokusuar në poezinë shqipe të Malit të Zi, dhe a keni pasur mbështetje për të realizuar një festival të tillë? Problematika thelbësore është programi, besoj. Do thotë ne si redaksi punojmë 2-3 muaj në krijimin e një programi përfaqësues dhe reprezentues që besojmë që secila tematik shkon me njëra tjetrën dhe nuk i bën konkurrencë njëra tjetrës. Pastaj është edhe ajo ana financiare, e cila në këtë rast na është përkrahur prej Ministrisë të Kulturës, por megjithatë është një festival që mbledh rreth vetës prej 50 deri në 70 studiues, poet, aktor, pastaj edhe këngëtar muzician, dhe është një punë e bollshme, një punë e lodhshme, po megjithatë kurorëzohet me një program shumë të bukur në fund, dhe jemi falendërues në fund për gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe gjithë ata që vinë edhe dëgjojnë e shikojnë programin tonë. Si është roli në festivalit në ndërlidhjen e poezisë me brezatërinë të lexuesve, por edhe të krijuesve?
Po është interesante, këta gjithmonë e kemi pas parasysh që nga edicioni parë, në mbrëmjen e fundit ja kushtojmë tërësisht krijuesve të ri. Do të thotë atyre që janë hapat e parë të shkrimit, në letërsi atyre që ndoshta nuk kanë botuar ende asnjë libër, dhe është një lloj motivimi i bukur për ta, për shkak se janë ato debutimet e tyre të para në skenë, është ai kontakti i parë me publikun, është ai emocioni fillestar dhe po kësaj radhe i kemi 10 krijues të ri, cilët kryesisht nuk kanë botuar asgjë dhe cilët mezi presin me ardhë në natën e fundit maratonën e leximeve të rinjve në festival. A ka mosh, për shembull, po flasim për të rinj që do të marrin pjesë, a ka mosh? Kryesisht janë 25, 9-30 vjetë kryesisht, 9-30 vjetë. Tash e kam edhe një pyetje tjetër që është ndoshta interesante, por po më intereson në fund, domethënë festivalit ato të ndahen çmimet për poezit ose librin më të mirë të shkruar të poezive? Jo, festivali nuk ka karakter garus. Nuk ka karakter garus. Por besojmë, për shkak se as nuk mbajmë konkurs, kemi tjetër format dhe besojmë që festivalet tilla ka mjaftu, shumë ne jemi orientu të një tip tjetër, do të thonë matematik dhe më përmbajtësor i festivalit. Do shta dhe më mirë më promovues, nëse më themi. Tash, Donika, në fund, do më thonë, po ja afrojmë intervistës gradualisht ka fund, po më intereson, a këndo një mesazh që do të dëshirojë për cilje poetëve të rinj, audiencës që do të vinë, ta ndjekin festivalin, çfarë do t'ju thuaje? Unë veç mund të tregoj, dhe më thonë, datat dhe vendet ku bëhet festivali. Dita e parë bëhet në sallën e kuqet Palluatit Rinis, duke fillu prej orës 17, është dita që i kushtohet në tërsi, pra letërsisë shqipe të Mualicin, ndërsa ditë të tjera, ku do të ketë diskutime, dokumentar, promovime librash dhe orë poetike, do të mbahen në Termokis, dhe fillojnë po ashtu prej orës 17, dhe natyrisht që i presim se cilin prej atyne që janë dashamirësve të letërsisë që janë të interesuar dhe me shiku janë të mirë pritur. Donika, ishte kënaqësi të kemi në intervistë. Faleminderit për intervistën, faleminderit për informatat që solle për shikuesit e RTK-s. Unë të dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në realizimin e festivalit. Faleminderit Arbresha, ishte kënaqësi. Tri vendimet të Ministrisë së Kulturës të marra më 31 dhjetor kanë sjellë ndryshime në drejtimin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, si pasojë drejtori Kushtrim Sheremeti është larguar nga detyra, ndërsa Rezarta Basha është emëruar ushtruesi detyre e drejtorit. Sipas vendimeve të Ministrisë së Kulturës, Komisioni Disiplinor ka marrë vendim për pezullimin e Sheremetit nga pozita e drejtorit të Teatrit Kombëtar, vendimi i cili është konfirmuar edhe nga sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Në të njëjtën kohë është marrë vendim për emërimin e Rezarta Bashës në pozitën e ushtruesit të detyrës së drejtorit. Nga Ministria e Kulturës bëjnë të ditur se pezullimi bazohet në një sër shkeljesh të evidentuara nga Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar dhe nga vetë Ministria e Kulturës. Sipas tyre, shkeljet lidhen mes mosbatimin e planit të punës dhe repertorit për vitin 2025, mungesën e bashkëpunimit institucional, dështimin në përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, probleme në organizimin e festivalit Mojsiu, si dhe mungesën e raportimit financiar për udhëtimet zyrtare. Arsyet e pezullimit kanë të bëjnë me shkelje të rënda të detyrave menaxheriale dhe administrative të konstatuara gjatë procesit të monitorimit nga institucionet përgjegjëse, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Kulturës për RTK-n. Ndërkohë vetë Kushtrim Sheremeti mohon se është pezulluar dhe thotë se largimi i tij nga posti ka ardhur si rezultat i dorëheqjes vullnetare. Në një bisedë për RTK-n, Sheremeti ka deklaruar se dorëheqjen e ka dhënë për arsye personale. Nga Ministria e Kulturës, nga ana tjetër bëjnë të ditur se pas njoftimit zyrtar për nisjen e procedurës disiplinore për shkelje të rëndë, Sheremeti ka paralajmëruar dorëheqjen e cila pritet të formalizohej pas krimit të tij nga pushimi vjetor. Kontrata e Kushtrim Sheremetit me Teatrin Kombëtar skadon në muajin shkurt. Teatri Kombëtar i Kosovës hap vitin artistik 2026 me premierën e shfaqjes Gërdia, dramë fituese e konkursit të dramës origjinale shqipe Katarina Josipi 2023. Premiera e kësaj shfaqje do të mbahet sonte në orën 20. Shfaqja Gërdia është punuar nga Astrid Kabashi, i cili firmos edhe regjin, ndërsa në role interpretojnë aktorët Bujar Ahmeti, Majlinda Kasumovic dhe Rebeka Qena. Skenografia e shfaqjes është realizuar nga Arben Shala, kostumografia nga Yll Kabrata, ndërsa muzika origjinale është kompozuar nga Memli Kelmendi. Nga Teatri Kombëtar i Kosovës bëhet e ditur se Gërdia trajton tema bashkëkohore dhe sjell një qasje artistike që reflekton realitetin shoqëror përmes dramaturgjisë origjinale shqiptare, duke shënuar kështu një nisje të rëndësishme të sezorit artistik 2026.
Premiera e kësaj shfaqje vlerësohet si një ngjarje e rëndësishme kulturore jo vetëm për teatrin kombëtar, por edhe për zhvillimin dhe promovimin e dramaturgjisë origjinale shqipe. Ambasadori William Walker ka vizituar lokalitetin arkeologjik Ulpiana Justiniana Sekunda, një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe historike të Kosovës. Gjatë kësaj vizite, ajo është njohur nga afër me historinë, rëndësinë dhe potencialin kulturor e turistik të këtij lokaliteti. Walker është informuar për zbulimet më të fundit arkeologjike të realizuara gjatë verës së vitit 2023, të cilat konsiderohen ndër më të rëndësishmet në arkeologjinë e Kosovës, duke hedhur dritë të re mbi zhvillimin urban dhe jetën shoqërore të Ulpianës në periudhën romake dhe bizantine. Përfaqësuesit institucional e ka njoftuar ambasadorin edhe për masat konkrete të ndërmarra nga qeveria për ruajtjen dhe promovimin e këtij thesari arkeologjik. Këto përfshin investimet në hulumtime arkeologjike me ekspertizë ndërkombëtare, procesin e shpronësimit të pronave përreth lokalitetit, si dhe miratimin e planit të menaxhimit që synon mbrojtjen afatgjate dhe zhvillimin e qëndrueshëm të Ulpianës, thuhet mes tjerash në postim të ministrisë. Ka përfunduar restaurimi i xhamisë së Meshinës në Kamenis, një nga monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare në rajon. E ndërtuar në vitin 1886, kjo xhami dallohet për minaren e saj prej druri, një tipar i rrallë arkitekturor që jep monumentit vlerë të veçantë historike. Punimet restauruese janë realizuar me fokus në ruajtjen e autenticitetit, duke respektuar materialet, strukturën dhe elementet origjinale arkitekturore. Me përfundimin e restaurimit, xhamia e Meshinës është kthyer komunitetit duke vazhduar të shërbejë si hapësirë e kultit dhe si dëshmi e trashëgimisë sonë kulturore. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, duke garantuar ruajtjen e saj për brezat e ardhshëm. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni janë shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtkllive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim nesër.